Tregu i ri i fruta e perimeve në Lushnjë është djegur mëngjesin e sotëm rreth orës 3:30 minuta. I ndërtuar vetëm 3 vite më parë krejtësisht i ri në aneksin e stadiumit të qytetit në lagjen Xhevdet në Pravishta. Aty punonin rreth 50 tregtar, të cilët më parë shisnin në rrugët e trotuarët e Lushnjës. Dyshimet e para janë për zjarr aksidental të shkaktuar nga ndriçimi i jashtëm elektrik. Një shkëndij ka ndezur materialet e plastikës e më pas flakët janë përhapur nga kartonat dhe materialet e tjera lehtësisht të ndezshme. Sipas tregtarëve, dëmet janë të konsiderueshme për xhepat e tyre. Nuk ka më keq kur të shkojmë. Mbi 10 milion shikoni vet, se çfarë malli kanë pas, çfarë na ka lënë me gishtloj. Dum lek se s'bën, dum dorë shpërblim se s'bën. Çfarë produkte kishit? Fruta të thata. Me ara, me fasule, me çaja, me rigon, me gjithë frutat e thata e ke pas. Bajame, fistiqe, gjitha gjë më të shtrenjtën atë e ke pas. Vjet Afrikëve, ta shikoje, e la fose. Shikoni vet. U tronditët shumë? Po do ç'është dashkë të gjumi çato ti, o burrat e kushte malli. Ç'a do bën? Nuk arritët të shpëtoni dot asgjë. Ç'a do shpëtosh zjarrit? Vetëm aty nuk shpëton. Malli shifet, merret ato që janë aty të verifikohen. Apo të paguhet. Edhe paguhet. Paguhet malli. Kaq. As gënjem, as gjëra ku i keni gjërat, verifikohen. Tani ne jemi lajmëruar nga ora 4 e ca që tek puna jon ka rënë një zjarr. Nuk e dim se nga kush ishte shkaku, thjesht ne duam të marrim të drejtën tonë të dëm shpërblehemi. Këtë kërkojmë gjithë. Nuk jam vetëm unë. Demi varion shumë. Juve për shembull? Mund të jetë 1 milion lekë vjetra. Po ka dhe me të tjerë më shumë, që janë prekur pa mas. Sa vite keni që punoni të këtë treg? Kemi ja 3 vjetë që punojmë këtu, që sa mbyll tregu, po kemi më përpara punë. Ishte kushte për të marrë zjarr në këtë treg? Kushtet kanë qenë, mos me thënë, nuk kanë qenë kushtet atje ku duheshin, po ne pranum të hynim nga e keqa, sepse ishtin si mos më keq në për rrugë. Dhe u detyrun të punonin ato kushte. Për ngjarjen ka folur dhe kryetarja e bashkisë Riselda Stefa pas takimit që pati me tregtarët. Rreth orës 3:30 të mëngjesit të ditës së sotme jam njoftuar nga shefi i shërbimit Zjarr Fix për një zjarr në këtë markat ku pati një ndërhyrje të menjëhershme dhe mbas fikjes së zjarrit, nga ajo që kemi konstatuar, janë rreth 10 tregtar të cilët janë dëmtuar nga ky zjarr. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Sipas saj, nga 10 tregtarët janë dëmtuar më shumë nga zjarri dhe do të shikohet mundësia për të shpërblim nga Këshilli Bashkiak. Rreth 50 tregtar paguajnë 3500 lekë në muaj për të shitur fruta e perimet e tyre në këtë treg. Ata nuk e kanë të siguruar produktin pavarësisht se kërkojnë dëmshpërblim. Ndërkohë që derisa të pastrohet vendi, tregtarët do të jenë detyruar të shesin jashtë në hapësirat bosha në trotuar.